Të ardhurat nga administrimi i pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara kanë shënuar një rritje të ndjeshme gjatë 3 mujorit të parë të vitit 2026, duke arritur në 64,6 milion lek nga 49,2 milion në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Kjo përfaqëson një rritje prej rreth 31%, duke reflektuar një performancë të përmirësuar dhe të qëndrueshme financiare. Analiza mujore tregon një trend të qartë të rritjes përgjatë gjithë periudhës janar-mars 2026, krahasuar me të njëjtin muaj në një vit më parë. Veçanërisht, muaji mars ka shënuar nivelin më të lartë të ardhurave, duke konsoliduar tendencën pozitive. Ky rezultat është arritur si pasojë një sër masash konkrete, ndër të cilat zgjerimi i kontratave të reja të qiras, forcimi i mekanizmave të kontrollit dhe monitorimit të pasurive, si dhe rritja e efikasitetit në menaxhimin financiar dhe operativ. Përmirësimi i performancës në administrimin e pasurive reflekton një qasje më të strukturuar dhe transparente në përdorimin e aseteve, duke kontribuar drejt për drejt në rritjen e të ardhurave për agjencinë dhe përdorimin e mëtejshëm të tyre në mbështetje të agjencive ligjzbatuese. Agjencitë mbeten të angazhuara të përmirësojnë më tej proceset e administrimit të pasurive, zgjerimit të kontratave të qirave dhe rritjen e mëtejshme të ardhurave. Këto janë të ardhura vetëm nga qirat e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara, pa përfshirë të ardhura nga ankandet apo interesat e llogarive bankare. Ecuria pozitive 3 mujorit të parë shërben si një tregues i rëndësishëm i përmirësimit të menaxhimit të pasurive, si një bazë qëndrueshme për performancë dhe më të lartë në vijim të vitit 2026.